Pas kësaj, ne dim që shteti Brunejt e ka njohur Kosovën si shtet demokratik dhe me të gjitha të drejtat e saj të plota, por pse njohja arriti në vitin 2012 dhe jo në vitin 2008 kur vetë se u shpall pavarësia shtetit tonë? Them sinqerisht tash në atë kohë, domethënë kom qenë në Zvicër, kemi pas raporte me ambasadorin e Brunejt që ka qenë Dahtomedi Abdurrahman. Po, domethënë këta shumë respektojnë vijën zyrtare dhe përderisa nga Kosova them na pëlqej apo nuk na pëlqen, na duhet jemi edhe vetë kritik. Në fillim të shpalljes së pavarësisë kemi pasur shumë lider, fatkeqësisht që nuk kanë dashur të kenë raporte edhe me shumë shtete islame. Përderisa Brunei është vend kyç në Azinë Juglindore që mund të ndihmon me gjitha kapacitetin që ka që Indonezia dhe Filipinet ta njohin Kosovën sa më parë. Arsyeja pse nuk është njohur për shkak se nuk ka pas as letër, nuk ka pas as zyre, nuk ka pas as koordinator. E mbi të gjitha le ta marrë dhe si kritik edhe qeveritarët tonë që duhet shfrytëzohet edhe si korp diplomatik edhe studentët shqiptar kudo që janë në botë. Se mund të bëj shumë më shumë. Mund të jenë ata urlidhse mes neve dhe shteteve të fuqishme? Në këtë rast ne jemi këtë studentë që kemi bërë këtë punim me vetë iniciativë, me vetë financim dhe nga asnjë institucion nuk është ndihmuar që më thon ta përkrahum. A keni takuar ndonjëherë mbretin? Po, disa herë, për shkak se kur është Bajram, e hap pallatin e tij, që ka mbi 3000 dhomë aty, edhe i pret të gjithë njerëzit që jetojnë në Brunei, udhëron nga një, si më thon, baklavatena, edhe domethënë ëmbëlsira që janë të popullit malaj. Ndërsa takimi më i shpesh është në Universitetin e Bruneit, ku çdo student që përfundon studimet është protokoll shtetëror që mbreti t'u ndon domethënë certifikatat bachelorit ose të masterit gjithë aty në studentët që kanë diplomuar. Pra ekziston një afërsi mes mbretit dhe popullit. Gjithsesi, ai domethënë vetë kur qenë student, kur ka me një makinë private pa ekskort, me i kontrollu konviktet se janë të pastërta. Ky vozit helikopterin, aeroplanin, motorin, makinën, është njerë kur i ka përmbysje del vet, nuk është një njerëz si shumë sot jemi mësue në televizor po vetëm pasur. Domethënë vetë fakti që asnjë banor nuk e lëshon vendin, jep me kuptuar që janë të kënaqur edhe me leadershipin e tij, po edhe lutën shumë për ta. Çfarë gjuhë flitet në Brunei? Atë flitet gjuha malaje. Malaje, që flitet domethënë në Patani, Indonezi, në Malezi, në Singapur, dhe kemi pas fatin ta mësojmë edhe këtë gjuhë. Ju jeni njohës si shumë gjuhëve, i 5 gjuhëve nëse nuk gabon. Është pikërisht gjuha malaje pjesë e këtij grupit? Po, se kemi tu afër 8 vite atje, kemi përfunduar fakultetin, mas aty do tash domethënë jam doktoranti në këtë po të njëjtin vend. Është e vështirë sikur gjuhë? 80% e fjalëve domethënë kanë përardhur nga gjuha arabe, si për shembull si jeni apo kabar, darimana kamu, nga vjen ti, domethënë është gjuhë lehtë. Me për 5-6 muaj njëri mund nëse ka interes mund ta përvetëson këtë gjuhë. Pra më pak se gjysmë vite ju vetë se mësoni gjuhën malaje. Po. Sigurisht në përkushtim. Ashtu, po. Mirë, kemi jo vetëm dallime, por në fakt dua të ndajmë tek të përbashkëta, se çka na ofron me popullin e Bruneit, ku i kemi të përbashkët? Shumë e vetë. Para domethënë historinë që e kemi vujt ne, e kanë pasur ata një histori të tillë, deri në vitin 1984 kanë qenë koloni angleze. Po. Nga data domethënë 21 shtator 1984 është bërë domethënë është antar në shtetet që është Kombet e Bashkuara këtu në Gjenevë nëse nuk gaboj. Ai që na bashkon është edhe feja, toleranca ndërfetare dhe një çukut që ka të përtu Islami te ne para 600 viteve e njëjtë ka përcjellë popullin me laj.